Përshëndetje të nderuar miq, tashmë do të pozicionohemi pak tek Ferma VIP. Ju jeni të informuar natën e mbrëmshme me një vendim të Agait, Alba Pollozhani e la shtëpinë e Big Brotherit. Në fakt, Alba Pollozhani e la shtëpinë e Big Brotherit fillimisht me dëshirën e saj. Më pas, para se Alba do të merrte vendimin dhe zarfin nga vllau i madh, pasi që zarfi mbërriti në shtëpi pas dite nga kryefermeri në këtë rast që është Albanoja, apo moderatori brënda në ferm, Alba Pollozhani para se të dilte nga shtëpia i dha disa këshilla limit të tipit që mos e lejo askënd këtu brënda që të ta marrë këtë fitore, ndërsa këtë fitore e meriton ti. Që në momentin e prajmit kur Alba pati një komunikim nga Luana Vjollca, moderatorja e fermës, që familja e saj nuk kanë ardhur që ta mbështesin edhe ta përkrahin, Alba u ndje shumë keq, u ndje shumë e thyer dhe u ndje shumë e lënduar nga përzgjedhja që në fakt familjarët kanë bërë dhe vendosi që të del nga ferma, duke mos patur asnjë lloj informacioni dhe duke mos e ditur që publiku jashtë e dashuronte verbërisht, e donte verbërisht edhe ishin pro Albës pa marrë parasysh se çfarë po ndodhte aty brenda. Marrëdhënia me Limin, siç duket, Albës ja përkeqësoi çiksi shumë qëndrimin brenda në ferm, e përkeqësoi çiksi shumë situatën e saj dhe sidomos në përzgjedhjen që vllau ky Agai, më falni, bëri me nenën edhe me Limin që të shkojnë tek shtëpia e fakirit për të ndarë disa momente, Alba aty zbuloi, le të themi, edhe një tradhëti të vogël, ajo e përçau dhe më shumë e Limin, por Alba ja farli përsëri dhe vazhdoi marrëdhënia e tyre. Në natën e mbrëmshme nga vetë Albano u komunikua dalja e Albës nga shtëpia, duke e ditur që për fermën është një humbje e madhe, të paktën në klikime, sepse Alba ishte shumë e klikuar në rrjetet sociale. Po të futemi në Instagramin e fermës, mundemi të shikojmë që videoja më e klikuar, të paktën në 24 orët e fundit me 500.000 klikime, gjysmë milioni, shkon e Alba Pollozhani, e cila është larguar, nuk është përjashtuar. Më duhet ta citojmë këtë. Janë larguar, që kjo mund të tregon që Limi dhe Alba edhe mund të rikthehen përsëri në fermën brenda, sepse në momentin që u lexua nga Albanoja largimi i Albës, pati një ndërhyrje në atë moment nga ana e Anduelit, i cili kërkonte përjashtimin e Albës. Alba nuk u lejuaj që të takohet me asnjë nga fermerët brenda në shtëpinë e fermës, ku më pas Limi nuk e përballoi dot daljen e Albës dhe filloi që të grindet me Anduelin duke kërcënuar njëri tjetrin. Kërcënimet ishin shumë të ashpra, që me nanë e motër ti nuk e di se kush jam unë, kur të dal jashtë unë do ta bëj këtë, Andueli i thonte ti po të ma bësh këtë, unë ta bëj këtë. Domethënë Limi u prek gjatë gjithë kohës kush je ti të kërkosh përjashtimin për Albën, ti nuk je askush, ishte e njëjta gjë, domethënë që u përfol edhe në anën tjetër, dhe këto ishin pika që në fakt e prekën më së shumti situatën dhe dramatizuan më së shumti situatën në këtë pikë të fermës. Dhe më pas dinamikës dhe ngjarjes që ndodhi, ku dy çunat filluan edhe të kacafyten me njëri tjetrin, Agai solli vendimin edhe për Limin që të përjashtohet apo të largohet nga shtëpia e Big Brotherit deri në një komunikim tjetër. Të paktën nuk kishte këtë thënie, por nga mënyra që u largua unë e kuptoj që mund të jetë deri në një komunikim tjetër. Në momentin që u larguan nga shtëpia, që të dy dhanë intervistën ekskluzive për fermën, me pyetjen çfarë ishte ferma për ju dhe çfarë dha ferma për ju, aty u kuptova që Limi dhe Alba nuk do të kenë një kthim të dytë në fermën VIP. Do të shohim se si do të merr marrëdhënia e tyre jashtë. Alba ka patur dje një debat shumë të madh me Big Mamën, ku Big Mama ja vuri shumë në shënjestër familjen dhe Alba tha që sinqeritetin tim ma keq përdore. Domethënë, do të shohim se si do të komentohet të premte në prime kjo situatë dhe çfarë do të flitet për Albën edhe për Limin, a do të jenë në studio apo jo, sepse akoma nuk i dim se si janë rregullat në ferm për të larguarit, por zyrtarisht Alba dhe Limi janë të larguar. A do të jenë jashtë si çift apo jo, dua të marr mendimin tuaj në këtë komentim.